Vetëm demokraci bëhet e rëndësishme që ose populli qytetari, ose përfaqësuesi i tij, jo vetëm të flasë, por edhe të di të flasë. Dhe që në fillim, që në shekullin e 5 para erës sonë, sofistët për shembull, çfarë bënin? Jepin mësime oratorie. Ku ja jepin? Qytetarëve që donin të përmirësonin të folurën e tyre, sepse nëpërmjet fjalës mund të bindin qytetarët e tjerë. E njëjta gjë ndodhte edhe në Rom, me senatorët ose me tribunët e popullit. Kishte njerëz që jepnin leksione të posaçme për oratorinë, për zhdërvjellësinë të folur, që e folura të ketë ndikim. Pra shumë e rëndësishme e folura në një jetë republikane apo demokratike. Sigurisht, po të jetë monarki, po të jetë diktaturë, s'ke nevojë fare të flasësh, një dekret aty, një firmë, një urdhër edhe të gjithë si ushtar do shkojnë mbas urdhrit. Është vlerësuar shumë kjo pjesë e parlamentarizmit në historinë bashkëkohore të Shqipërisë, pak në këto 30 ca vite pluralizëm ka rëndësi fjala, se më para si duhet as drejt, as e merr vesh njeri çfarë thuhet aty brenda, po se si me kalimin e viteve është vlerësuar fjala.